Vrasja e Ilarias Sulës ishi dashur i përgjigjet gjyqtarit hetues se kisha planifikuar krimin, fjetën bashkë e vrava mëngjesin e 26 marsit. Mark Anthony Samson, 23 vjeç, që rrëfeu vrasjen e ish të dashurës së tij, Ilaria Sula, studentes shqiptare vrarë në Rom, deklaroi se nuk e kishte planifikuar krimin. Dëshmia e tij u dha gjatë marrjes në pyetje për të vërtetuar arrestimin i cili zgjati mbi 5 orë para gjykatësit hetues. Prokurorët e akuzojnë të riun për vrasje të rëndë me dashje dhe fshehjet kufomës se ka tentuar të heqë trupin e Ilarias duke hedhur pasi e kishte mbyllur atë në një valixhe duke hedhur në një lugin. Kam vrarë Ilarian në mëngjesin e 26 prillit, ka thënë Samson më pas. Reflektoi për lapsusin dhe raportoi se Ilaria u vra në mëngjesin e 26 marsit pasi kaloi natën në shtëpinë e tij. I dyshuar i shpjegoi se reja kishte shkuar në banesën në Via Homs në lagjen afrikane në mbrëmjen e datës 25 për t'i kthyer disa nga rrobat e tij. Erea sërish sipas ishit do të kishte qëndruar deri vonë në mbrëmje dhe për këtë arsye preferoi të flinte me ishin për të shmangur transportin publik. Sipas djalit të dy së fundmi, i kishin dhënë fund një lidhje që kishte vazhduar prej disa muajsh me ulje ngritje. Unë i bëra të gjitha vetë, u shpreh 23 vjeçari filipinez. Ndërsa në pyetjet e gjyqtarit hetues për rolin e prindërve, ai ushtroi të drejtën për të mos u përgjigjur. Djali tha se ngarkoi trupin në makinë pasi e mbylli atë në një valixhe duke e braktisur në një lugin. 23 vjeçari po gjithashtu se kishte pastruar vendin e sulmit.